Zoti Zogaj, mundet, a e ka qëllim edhe apo shkon në këtë drejtim sipas jush? Kush? Saliani. Ne kemi pa një takim deri tani dhe lajmi nuk është vetë Saliani. Lajmi është Salla për mendimin tim. Po nëse do bëjnë një takim dytë, do shikojmë prapë se cili do të jetë efekti i reagimit Berishës. Ka një problem të madh Partia Demokratike që duhet ta shohin sy, por Berisha nuk ka dashur me pa dhe ndoshta kjo lëvizje që po bën, jo vetëm Saliani. Janë disa kandidatë që kanë marrë vota shumë, dhe ata ka një përgjegjësi për votën që kanë marrë, si i kanë marrë vota nominale. Dhe ata duan të japin një mesazh që ne jemi më të pranueshëm se ju që s'votoni kurrë. Zoti Zogaj, në çfarë drejtimi ka verbëri Sali Berisha sot? Çfarë nuk do të shoh? Sali Berisha ka krijuar një ndarje në partinë e vet, domethënë se ca i ka patric, që them unë, dhe ca i ka plebej. Domethënë gjithë këto patricit që i njohim gjithë, ata s'votohen kërkund. As janë votuar primare, as janë votuar nga publiku. Domethënë, ndërkohë që ata që janë votuar nga primaret, edhe që kanë marrë më shumë vota, pastaj në primare janë lënë edhe në zgjedhjet politike, domethënë kanë qenë në listë hapur, dhe në Tiranë vetëm një ka hyrë. Nga këtë listës hapur vetëm një ka hyrë. Tjerët e kanë zënë gjithë ato që s'votohen. Kjo është një absurditet. Pra Saliu e ka bërë këtë gjë, këtë diferencim, plebej, patric që quajmë në mënyrë figurative, dy herë. Një herë e kanë bërë se kanë qenë protagonist ligjit elektoral, Partia Demokratike. Bile janë befasu socialisti, që dhe adije zoti Arjan, që është i ri, që thonë befasu më silë shunë është. Edhe nuk e kupton kush që ka ndodhë. Nënë që këta pranuan që të krijojnë në diferencim mes kandidatëve, që është e pa shembull, nuk ka mbot kështu. Nuk ka ndodhë, nuk ndodhë. Po këse radhe në fazën ku është, cilë është presidenti që do të vendosë? Dhe e gjitha pastaj që si të mos mjaftonte ndarja, diferencimi i kandidatëve nga ligji, këta bën dhe në parti. Sali Berisha bën edhe në parti. Dhe me thënë, i mbrojti nga vota e popullit një 37 deputet që ka aty, që nuk votohen. Që dhe ata që janë, dhe me thënë, nuk besoj se ndihen mirë, që njeriu do të dalë në votim. Pra edhe në oborin e brendshëm u akrijoi këtë imunitet. Unë po pyes me qenë se një gjuhën e tij ndër personale dhe atë politike. Çfarë ju thot kur e dëgjoni tek i drejtohet ashtu publikut për Salianin? Ai është në inercinë e gjithë qëndrimeve që mban tash sa vjet. Do të thënë, Saliu dhe Partia Demokratike e drejtuar prej tij ka një problem të madh që është smundje e vjetër që lidhet me menaxhimin e diversitetit. Nuk kanë ditë kurrë, s'kan dashur, bile tani bëjnë si kur duan, po dikur dhe s'kan dasht, sepse kanë qenë gjithmonë në këtë komportimin e partisë unike. Sepse është trashëgimi e vetë ati që e drejton, kujton se në Shqipëri ka një parti, po një parti unike, një parti e vetme, për shumë, një vend, një partijak, nuk ka kosto që i përjashtone, heqe, anatemone, ndërsen ato që i kanë bërë për shtypje zotë Arjan kur thot i mendim ndryshe, se i ka formatu Saliu ato, nuk dëgjën juristat. Ata doli ky sa, doli ky kundër, nuk ka shpëtim. Atëhere, pra është kjo koncepti i partisë unike. Edhe ajo që tha Saliu kërkon prapë që të bëjë një, këta e marrin mesazhin, këta hordhia e marrin mesazhin dhe sulm na tradhtoi edhe ky. Ajo s'është tradhti për mendimin tim. Ajo është një përpjekje për të afirmu, janë kandidat që kanë marrë shumë vota, kanë një përgjegjësi për vota që kanë marrë, duan të thonë që ne jemi më të pranueshëm, duan të kundërshtojnë këtë ndarjen e patrisë dhe plebej. Dhe kanë gjetur këtë formulë për momentin. Dhe e kanë zgjuar, mendoj, është një sinjal zgjile zgjimi. Edhe Saliu e ka ndjerë që është një zgjile zgjimi. Nëse nuk do të vazhdojë ajo që e konsideroni verbëri dhe shurdhëri. Kjo ata shpreh një frym, nuk është sa ata janë një rufen qiell kthjellët. Se Saliani dhe kushdo aty ka mendime kritike, mund të ketë, po s'ka njerëz që shkojnë aty, mendoj që Partia Demokratike boll ka humbur, edhe me ato që ka ndodhur përpara, dhe të vazhdoj të humbë është puna vetë, nuk jam indiferent tani për çfarë mund ndodhi me këtë grup që drejton Sali Berisha, sepse do t'i them Arjanit, referoj me drejt, dhe është një fakt që në vitin 2021 Partia Demokratike
ishte afër fitores, bile këtë dhe gjë për herë të parë, dhe mund tjetë kjo, më shion kjo që po deshte e argumentoj me laps, edhe me liqë, sepse del formula fitose. Pra ishte afër fitores. Jo afër fitores, më falë. Ka marrë 29 vota Partia Socialiste, me laps. Dakor. Ju thoni jo, unë jam vërtetoj. Dakor, nuk kemi së të... Po marrim rezultatet e proporcionalit, se dhe ato flasin. Ju keni parasysh, dhe me thënë këto ndërlikimit ligjore dhe, se me thënë, është tjetër tema jo. Por me proporcionalin, ka qenë shumë dhe ka qenë 37.000 vota largë fitores bashkë me DSI-n, 37.000 vota plotësisht rekuperueshme. Tani, për arsyet që dihen, dhe i kemi thënë disa herë, mori Berisha dhe e bonjet partisi që ka, dhe ka rreth 300.000 vota më pak. Dhe me vërtet ato kanë vu dorë në zgjedhje, vërtet kanë ndërhyrje, manipulimet, këtu i herë mungojnë votat e Partisë Demokratike. Pra edhe statukoja që gëzoni. Po mungojnë votat e Partisë Demokratike, dhe me thënë, shqit blerja, sa dojmë shqit blerja që në qësë një votus, shet votën për 50.000 lekë, nuk është demokrat. Mos e llogaritet e. Sa ai që kërkon ndryshoj gjithmonë kur i humbë zgjedhjet, merret vetëm me arsyet që kanë bëjnë me manipulimin që kanë qenë shpesh herë evidente. Më shumë kanë filluar në 96-ën dhe rekordin e 96 se kanë arrit, por ajo smundjet ai hyri zgjedhjeve nuk ju nda kurrë dhe nuk merren me faktorët e brendshëm që shkaktojnë rezultatin. Dhe nuk dalin kurrë, ja u them, bëje ligjin si dush, në qoftë nuk do merresh me analizën e arsyeve të brendshme që pse Partia Demokratike humbet vetë zgjedhësit e vet kaq shumë. Pra kjo është një mundësi. Mendojmë që lëvizja e Saljanit dhe atyre duhet integrohen në përpjekjen që bën Berisha me gjithë grupin për të zgjuar partinë, për të shtuar numrin e mbështetësve. Ai ka mbajtur një qendrim që e zvoglon edhe më shumë. Të shohim se do të hasin në injorim edhe në vijim si Evangeli për ju, a do të shërbej për një lloj shkundje dhe tronditje të Partisë Demokratike, meqenëse zoti Saljani i ka vënë edhe mbiemrin nevojë për rienergjizim, apo në fakt do të qëndrojë brenda ciklit të mbyllur, që me të drejtë në momente caktuara zoti Zoga e quan edhe një lloj verbërie të dashur prej tyre. Fakti që në më pak se 10 ditë kjo lloj lëvizje pushtoi skenën mediatike dhe u bë edhe debat politik, qoftë duke pasur kundërt edhe kohën jo të duhur kur po bëhet. Ajo që ka përmendi pak më parë zoti Ndoi, dhe duke pasur kundër edhe një sër faktorësh të tjerë, kjo tregon jo aq meritën e protagonistëve se sa deregjen e Partisë Demokratike e cila vërtet ka nevojë për të shkundur. Dhe në këtë rast është aksion nëse arrin të përfshihen dy korrentet mundshme, i madhi dhe i vogël, le të themi, do t'i bëj mirë të tërës. Ndarja do t'i bëj dëm të dyve. A konsideroni që mund të ndodhë? Kam frikë se ngjarjet do ta kalojnë logjikën. Ngjarjet që pritet të ndodhin do ta kalojnë logjikën e kësaj këtu.